Sahih al-Bukhari. Imam Bukhariu cekni në kapitull tjetër, cekni në kapitullin kur bën të merret dia nga i vogli. Kur bën të merret dia nga i vogli. Edhe cek hadithin e 68, ku Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu tregon: أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاهتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي الصف وأرسلت الأتان ترتع فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد. Ky sahabi Abdullahu tregon: njëherë, përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam falej në Mina, pas sotre, pa pas diçka përpara. Unë e që në atë kohë isha afër moshës së pubertetit, pjekurisë, kalova pranë një safi hypur në gomaricë, mbi gomaricë, të cilën e lash të kolloste, kurse vetë i bashkangjita safit. Asnjë nga ta, asnjë nga të pranishmit, nuk ma tërhoqi vrejtjen për këtë veprejë. Pra Abdullahu, këtu për të regon një ngjarje e shkurt, e vogël, që i ka ndodhur atina. E që hadithi ka të bëj me vërjen, vendosjen, ndë një pengese sotre, para imamit, nëse është në xhamat, apo para vetë vetës, nëse je vetë duke falë në hapësirë. E që për këtë mesele, autori Bukhariu do sjell hadithe në kapitullin e namazet atje. E këtu jem duke folur për kapitullin e dijes. Por shkaku përse ka cekur Bukhariu këtë hadith në këtë kapitull, është të vërtetuarit se mosha madhore nuk është kusht për të transmetuar dije të këtë tjerët. Nga se Abdullahut, kur i ka ndodhur kjo ngjarje, këtë tregim, të cilën po e tregon ka që ky vetë për thot kam qenë i vogël afër moshës së pubertetit. Pra kam qenë fëmijë ende në moshën madhore. Ndërsa kur po e tregon këta, pra kur i ka ndodhur kjo ka qenë i vogël. E kur po e tregon më vonë, kur rritash, thot kështu më ka pa ndodhur një herë. E që jep me kuptuar se këtë hadith pastaj kanë marrë ulemat, e nuk kanë thënë se jo përderisa ke qenë fëmijë i vogël në moshën madhore, nuk ta pranojnë këtë hadith, po edhe hadithet e tjera, jo, por e kanë marrë ata që kanë dëgjuar, që janë tabenët, dhe të tjerët më pas, derisa ka ardhur Imam Bukhariu dhe e ka shënuar. Pra, ka për qëllim me tregu këtë, se mosha nuk lun shumë rol në përcjelljen e dijes, nga se shumë herë të vegjëlit përcjellin gjana të mëdha në dije, ku a shohin harin pastaj njerëzit shumë, ani pse kanë qenë të vogël, por Allahu i ka përzgjedhur. Tani shkojmë pak të komenti i hadithit, të shohim se pika shkutra çfarë ka për qëllim apo çfarë na thot hadithi. Pra Abdullahu tregon, Allahu qoftë i kënaqur me të, se përderisa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke u falur në Mina në vitin
në kohën kër e bëri haxhin, që ishte viti 10 gjatë haxhit, ishte duke u falur në Mina me shokët e tij. Por kësaj radhe, pejgamberi nuk kishte vendosur përpara kur gjë. Thot, unë si fëmijë i hypën gomaric, erdha pak më vonë, sepse këta janë kohë namaz, pra të thotë unë pastaj kalova. Erdha pak më vonë dhe kalova pranë safit. Dhe zbrita pe magaricës, e lasha të me kulloqë atje, edhe vetë i bashkangjita safit, namazit, dhe falem namazit. Por, mas namazit, më kërkosh nuk më tha kur gjë, pse i dole për para, e ja prishe namazin, e ne prishe dhe neve, kërkosh nuk më tha kur gjë. Me qka po kuptohet, se dalja para gjatë namazit, nuk ta prish namazin. Dalja para gjatë namazit, apo kalimi për para namaz lijut, duke fal namaz, nuk ta prish namazin. Ka edhe argumente tjera për këtë, por vjen më vonë atje, inshallahu ta'ala. Dispozita e faljes pas një pengesë sutre. Hadithi po thotë se nuk është pas pengesë sutre, pengesë. Kjo pengesë, saj pengesë i thojnë sutre. E qka është sutre? është diçka me qitë për para, kër falet njeriu, hapësirë, natyrë, fush, me ngullë një shtag, një shkap, me qitë një guri. Ma afro një peme, afro një mori, në mënyrë që njerëzit ka kalojnë, mos me të kalu mes te dhe mes sajna, pra mos me dalë kush për para, edhe me qenë me i koncentrua në namaz, sepse shikimin e manë mes vendit ku kime ronë sejdë, edhe mes dhe asaj sëtërës, po nuk qyrë me largë shikim drejt, apo ndjalt, apo të majt. Nga se është e urejtëne, me krohë, e që kjo ka vena tjetë tek namazi, e urejtëne, jo haram, me krohë, me shiku njeriu namaz drejt, për pas kur është në qabe, me shiku qabën bënë. Ndërsa raste tjera shikon poshtë, është më koncentruse, më përqendruse. Kur robi përqendrohet poshtë shikimin, duhet me qenë me koncentrua në namaz. Ndërsa kur shikon, vëmendja është ka përdera, është përqendrohet. Dhe të falë namazën ka nëherë edhe veç e kryve, por sen me këndje. Së dhe që tjetë, vendos pra diçka ke që vëtë sëtre. Morë e kësaj pengese për para namazit, apo falja e namazit para një pengese sëtre, është vetëm e preferuar sënnet me qitë diçka. Është e preferuar sënnet. Por jo obligim vajgjib. Kjo që është sënnet, është me hadith të Abu Said Khudriut, radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, idha salla ahadukum, felli yusalli ila sutratin, wal yadnu minha. Kur falet dikush për jush, le të falet para sutrës, pengesës, dhe le të afrohet afër sajna. Jo 1,2 meter, afër saj, sa ka mund të kaloj një dele, afër saj. 2-3 plam, afër sajna. Por, ky urdhër i pejgamberit, le të falet para sutrës, nuk është mënyrë urdhërore që do të thotë obligim vajgjib, po është preferencë, respektivisht sënnet, që kanë thonë edhe fuqahat, sepse kështu kuptohet edhe nga hadithi lartë përmendur Ibn Abbasit, nga se pejgamberi u falë Mina pas sutre.
Pastaj transmetime të ndryshme se sahabët kanë ndodhur janë falë me dëshkret e tyre dhe nuk kanë qitë përpara sutre kur gjë, përpara. Andaj nuk është vajxhib kjo, por është vetëm sunnet. E pejgamberi nuk i ka ndaluar, sepse vetë ka vepruar kështu. Pra ka vepruar kështu, e ka vepruar kështu, dhe kjo do të thotë se është sunnet. E që për vendosjen e pengesës apo sutres, natyrisht kjo vije me pas të kapitullë e namazit atje. Allahu e din më së miri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري